Shumë kohë përpara se qytetërimet të fillonin të shkruanin historinë e tyre në pllaka balte, në pergamen apo në gur. Përpara se mbretërit të ndërtonin tempujt dhe qytetet që sot arkeologët përpiqen të rindërtojnë nga rënojat, ekzistonte një epokë që sot pothuajse është zhdukur nga kujtesa e njerëzimit. Ishte një kohë që nuk i përket plotësisht historisë dhe as plotësisht mitologjisë. Një epokë që jeton në kufirin e paqartë mes traditës, legjendës dhe kujtesës së thellë kulturore. Në shumë kultura të botës, nga Mesopotamia e lashtë deri te traditat hebraike, nga tekstet indiane deri te tregimet e popujve të largët, shfaqet një histori e përbashkët që duket sikur i përket një kohe shumë më të hershme se çdo qytetërim i njohur. Është historia e një bote që u zhduk në një katastrofë të madhe. Një botë që përfundoi nën ujë dhe që u zëvendësua nga një realitet i ri. Por përmbytja e madhe nuk është fillimi i kësaj historie. Në të vërtetë, ajo është vetëm fundi i një procesi shumë më të gjatë dhe shumë më të errët. Sepse për të kuptuar pse ndodhi përmbytja, duhet të kthehemi shumë më herët në kohë, në një epokë kur njerëzimi ishte ende në fillimet e tij dhe kur, sipas shumë traditave të lashta, kufiri midis qiellit dhe tokës nuk ishte aq i fortë dhe i pandryshueshëm sa është sot. Në fillimet e historisë së njerëzimit, toka ishte një vend shumë ndryshe nga ai që njohim sot. Peizazhet ishin të gjera dhe të paprekura. Pyjet e pafund shtrieshin përtej horizontit dhe njerëzit jetonin në komunitete të vogla që luftonin çdo ditë për mbijetesë. Ata ende nuk kishin ndërtuar qytetet e mëdha që do të shfaqeshin mijëra vite më vonë. Dhe njohuritë e tyre për botën ishin të kufizuara nga përvoja e drejtpërdrejtë dhe nga tregimet që kalonin nga brezi në brez. Megjithatë, sipas shumë teksteve të lashta, njerëzimi nuk ishte plotësisht vetëm në këtë botë të hershme. Libri i Enokut, një tekst i vjetër hebraik që për shumë shekuj u konsiderua i ndaluar ose i diskutueshëm nga disa tradita fetare, përmend ekzistencën e një grupi qenjesh qiellore të njohura si vëzhguesit. Këto qenje përshkruhen si roje të dërguara nga qielli për të vëzhguar zhvillimin e njerëzimit dhe për të mbikëqyrur rendin e krijimit. Detyra e tyre nuk ishte të ndërhynin drejtpërdrejt në jetën e njerëzve, por të shikonin dhe të siguronin që historia e njerëzimit të zhvillohej brenda kufive të vendosur nga krijimi. Nga lartësitë e qiellit, ata pan brezat e parë të njerëzve që lindnin dhe rriteshin mbi tokë. Pan se si njerëzit filluan të ndërtonin vendbanimet e tyre të para, se si mësuan të punonin tokën dhe të kultivonin bimët, dhe se si gradualisht filluan të krijonin forma të para të organizimit shoqëror. Por ndërsa kalonin vitet dhe shekujt, diçka filloi të ndryshonte në marrëdhënien e këtyre qenieve qiellore me botën që po vëzhgonin. Sepse ndërsa shikonin njerëzimin, ata filluan të ndjenin diçka që nuk ishte pjesë e detyrës së tyre. Fillimisht ishte vetëm kurreshtje, pastaj u bë admirim, dhe në fund u shndërua në një dëshirë që nuk mund ta injoronin më. Në një moment të thellë dhe vendimtar të historisë së lashtë, sipas traditave të ruajtura në librin e Enokut, një grup qenjesh qiellore të njohura si vëzhguesit arritën në një pikë nga e cila nuk kishte më kthim pas. Prej shumë kohësh ata kishin vëzhguar botën e njerëzve nga lartësitë e qiellit, duke parë zhvillimin e jetës mbi tokë, lindjen e qytetërimeve të para dhe bukurinë e bijave të njerëzve. Një bukuri që, sipas këtyre tregimeve të lashta, filloi të zgjonte brenda tyre një dëshirë. Gjithnjë më të fortë për të hyrë në botën njerëzore dhe për të jetuar mes tyre. Kjo dëshirë, që në fillim mund të ketë qenë vetëm një mendim i largët, me kalimin e kohës u shndërua në një vendim që kërkonte veprim. Megjithatë, vëzhguesit e dinin se ajo që po mendonin të bënin ishte një shkelje e rëndë e rendit hyjnor, sepse në rendin e krijimit ekzistonte një kufi i qartë mes qiellit dhe tokës, mes botës së qenieve qiellore dhe botës së njerëzve. Pikërisht për këtë arsye, sipas traditës, rreth 200 prej tyre vendosën të mblidheshin në një vend të izoluar dhe simbolik. Në majën e malit Hermon, një masiv i lartë dhe i fuqishëm në skajin verior të tokës së shenjtë, një vend ku në imagjinatën e shumë kulturave qielli dhe toka dukeshin sikur takoheshin. Aty, larg syve të njerëzimit dhe në heshtjen e lartësive të malit, ata diskutuan hapur për planin e tyre dhe për pasojat që mund të sillte një vendim i tillë. Sipas tregimit, një nga udhëheqësit e tyre, i njohur me emrin Semjaza,
Shprehu frikën se disa prej tyre mund të hezitonin në momentin e fundit, dhe se vetëm pak do të mbeteshin për të mbajtur përgjegjësinë për një veprim kaq të rënd. Për këtë arsye, ai propozoi që të gjithë të lidhnin vete me një betim të përbashkët. Një betim që do t'i detyronte të qëndronin së bashku në vendimin e tyre dhe që askush të mos tërhiqej nga plani. Kështu, në majën e Hermonit, ata bën një betim solem, duke u zotuar se do të zbrisnin në tokë dhe se do të hynin në botën e njerëzve, pavarësisht pasojave që mund të sillte kjo zgjedhje. Ky moment, i njohur në traditat e lashta si betimi i Hermonit, u bë simboli i një vendimi që ndryshoi kufit mes dy botëve, sepse sipas këtyre tregimeve, pikërisht nga ai çast filloi të thyej ndarja që deri atëherë kishte mbajtur të ndara qiellin dhe tokën, duke hapur rrugën për ngjarje që do të formsonin një nga kapitujt më misterioz dhe më të debatueshëm të historisë së lashtë. Kur vëzhguesit zbritën në tokë, sipas traditave të lashta të ruajtura në tekstet apokrife, njerëzimi u përball me një ndryshim të thellë që do të ndikonte në mënyrën se si do të zhvillohej qytetërimi. Këto qenie qiellore nuk ishin thjesht vizitorë të çuditshëm nga një botë tjetër. Ato konsideroheshin mbartëse të një dije shumë më të avancuar se çdo gjë që njerëzit e asaj kohe mund të kishin imagjinuar. Për herë të parë, njerëzimi u ekspozua ndaj njohurive që, sipas këtyre rrëfimeve, përkisnin më shumë botës hyjnore se sa asaj njerëzore. Traditat tregojnë se vëzhguesit filluan të mësonin njerëzve artet dhe teknikat që do të transformonin mënyrën se si ata jetonin. Ata u zbuluan sekretet e metalurgjisë, duke u treguar si të nxirrnin metalet nga toka, si të shkrinin mineralet dhe si të formonin mjete të forta nga bronzi dhe hekuri, gjë që ndryshoi jo vetëm bujqësinë dhe ndërtimin, por edhe mënyrën se si njerëzit bënin luftë. Në të njëjtën kohë, disa prej tyre thuhet se u mësuan njerëzve të vëzhgonin qiellin me një sy më të thellë, duke u treguar lëvizjet e yjeve, ciklet e hënës dhe mënyrën se si këto ritme qiellore mund të përdoren për të matur kohën dhe për të kuptuar stinet. Por dijet që ata ndan nuk kufizoheshin vetëm në teknologji apo astronomi. Në shumë tregime thuhet se njerëzit filluan të mësonin edhe për vetitë e bimëve, për përzierjen e substancave natyrore dhe për mënyra të ndryshme shërimi që më parë ishin të panjohura. Për një kohë, kjo dije dukej si një dhuratë e jashtëzakonshme, sepse ajo i lejoi njerëzit të ndërtonin më mirë, të kultivonin më shumë dhe të kuptonin botën përreth tyre me një qartësi që nuk e kishin pasur kurrë më parë. Megjithatë, sipas rrëfimeve të librit të Enokut dhe traditave të lidhura me të, shumë shpejt u bë e qartë se jo çdo sekret që po zbulohej ishte i destinuar për njerëzimin. Bashkë me dijen erdhi edhe një formë e re pushteti, sepse njohuritë mund të përdoreshin jo vetëm për të ndërtuar, por edhe për të dominuar. Disa nga këto mësime përfshinin praktika të fshehta, rituale dhe forma të hershme të magjisë, të cilat njerëzit filluan t'i përdornin për të ndikuar mbi botën përreth tyre dhe mbi njëri tjetrin. Me kalimin e kohës, sipas këtyre tregimeve të lashta, balanca që kishte ekzistuar më parë në botën njerëzore filloi të lëkundej. Dija që kishte ardhur nga qielli po transformonte njerëzimin me një shpejtësi që askush nuk mund ta kontrollonte plotësisht. Dhe ndërsa gjithnjë më shumë sekrete përhapeshin mes njerëzve, kufiri mes asaj që ishte e dobishme dhe asaj që ishte e rrezikshme bëhej gjithnjë më i paqartë. Në këtë mënyrë, ajo që në fillim ishte dukur si një dhuratë hyjnore filloi të shfaqte edhe një anë më të errët, duke hapur rrugën për pasoja që, sipas traditave të lashta, do të trondisnin gjithë botën. Megjithatë, sipas rrëfimeve të lashta që gjenden në tradita si libri i Enokut dhe interpretimet e hershme të teksteve biblike, ndryshimi më i madh që solli zbritja e vëzhguesve në tokë nuk lidhej vetëm me njohuritë që ata ndan me njerëzimin. Pasoja më e thellë dhe më tronditëse erdhi nga një shkelje tjetër, një hap që prekte drejt për drejt kufirin mes botës qiellore dhe asaj njerëzore. Thuhet se këto qenie morën gra nga njerëzit dhe krijuan lidhje që nuk kishin ekzistuar kurrë më parë në historinë e krijimit. Nga këto bashkime, sipas traditave të vjetra, lindën qenie që nuk i përkisnin plotësisht asnjërës botë. Ata nuk ishin thjesht njerëz, por as nuk ishin më qenie qiellore si prindërit e tyre. Këto krijesa u njohën me emrin Nefilim, një term që në shumë interpretime është lidhur me idenë e gjigantëve ose të atyre që ranë në tokë. Tekstet i përshkruajnë si figura të mëdha dhe të fuqishme,
qenie që dallonin qartë nga njerëzit e zakonshëm jo vetëm për nga përmasat, por edhe për nga forca dhe ndikimi që ushtronin mbi botën përreth tyre. Në rrëfimet e lashta, nepilimët paraqiten si krijesa me aftësi të jashtëzakonshme, që shpejt u bën figura dominante në tokë. Forca e tyre fizike dhe trashëgimia e dyfisht, pjesërisht njerëzore dhe pjesërisht qiellore, i bën ata të duken pothuajse të pamposhtur në sytë e njerëzve të asaj kohe. Me kalimin e kohës, sipas këtyre tregimeve, ata filluan të ushtrojnë pushtet dhe ndikim mbi komunitetet njerëzore, duke ndryshuar ekuilibrin e botës që kishte ekzistuar më parë. Kështu, ajo që kishte filluar me një vendim të marrë në majën e Hermonit dhe me zbulimin e njohurive të reja për njerëzimin, tani kishte sjellë diçka edhe më të thellë. Lindjen e një race që nuk ishte menduar kur të ekzistonte. Dhe ndërsa nepilimët fillonin të shfaqeshin gjithnjë më shumë në historitë dhe kujtesën e njerëzve, sipas traditave të lashta, bëhej gjithnjë më e qartë se bota kishte hyrë në një epokë të re. Një epokë në të cilën kufit mes qiellit dhe tokës ishin thyer në mënyrë të pakthyeshme. Sipas rrëfimeve të traditave të lashta, epoka që pasoi lindjen e nepilimëve ishte një periudhë thellësisht e ndryshme nga bota që njohim sot. Prania e këtyre qenieve të jashtëzakonshme ndryshoi strukturën e shoqërive njerëzore dhe mënyrën se si organizohej pushteti mbi tokë. Nepilimët, me forcën dhe madhështinë që u atribuohet në këto tregime, u shfaqën si figura dominante, shpesh të përshkruara si mbretër, luftëtar dhe sundimtar legjendar që qëndronin mbi njerëzit e zakonshëm si një klasë pothuajse mitike. Në ndikimin dhe sundimin e tyre, sipas këtyre rrëfimeve, filluan të ndërtoheshin qytete të mëdha dhe struktura që simbolizonin fuqinë dhe ambicien e kësaj epoke. Njerëzit jetonin nën hijen e këtyre gjigantëve, duke i parë si figura të frikshme, por edhe si udhëheqës që formsonin rendin e botës së tyre. Për një kohë, kjo periudhë mund të ketë dukur si një epokë e fuqisë dhe madhështisë, ku forca dhe njohuritë e trashëguara nga vëzhguesit vazhdonin të ndikojnë mbi zhvillimin e njerëzimit. Megjithatë, sipas teksteve të lashta, fuqia e madhe e nepilimëve solli me vete edhe një anë më të errët. Ndërsa pushteti i tyre rritej gjithashtu edhe korrupsioni që e shoqëronte atë. Oreksi i tyre për dominim dhe për burimet e tokës përshkruhet si i pangopur. Dhe me kalimin e kohës, kjo etje për pushtet filloi të ndikojë në mënyrë gjithnjë më shkatëruese mbi botën përreth tyre. Traditat tregojnë se dhuna filloi të përhapej gjithnjë më shumë në tokë, duke krijuar një atmosferë frike dhe kaosi. Në disa rrëfime thuhet se nepilimët konsumonin burimet me një shpejtësi të tillë saqë toka filloi të mos ishte më e mjaftueshme për ambicjet e tyre. Dhe kur ajo që ofronte natyra nuk mjaftonte më, sipas këtyre tregimeve, ata filluan të shkatëronin gjithçka që u dilte përpara, duke shtyrë botën drejt një krize gjithnjë më të thellë. Kështu, epoka e gjigantëve, që në fillim ishte shfaqur si një kohë fuqie dhe madhështie, në rrëfimet e lashta filloi të përshkruhej gjithnjë më shumë si një periudhë trazirash dhe shkatërimi, një kohë kur balanca e botës ishte prishur në mënyrë të rrezikshme, dhe kur pasojat e ndërhyrjes së vëzhguesve në botën njerëzore po bëheshin gjithnjë më të dukshme. Në një epokë ku nepilimët sundonin botën dhe dhuna mbulonte çdo cep të saj, diçka e papërshkrueshme filloi të ndodhte. Sipas rrëfimeve të lashta, toka nuk mund të mbante më peshën e padurueshme të kësaj korrupsioni dhe shkatërimi. Ajo, thuhet në shkrimet apokrife dhe traditat e librit e Enokut, filloi të bërtas drejt qiellit. Një thirrje kaq e fuqishme dhe e pastër saqë vetë natyra u shndërrua në një akuzë kundër shkelësve të rendit hyjnor. Dhe qielli, duke e dëgjuar këtë bërtitje, nuk mund të qëndronte indiferent. 4 kryengjëj, të dërguar për të vëzhguar dhe mbajtur ekuilibrin e krijimit, zbritën për të parë çfarë po ndodhte në botën që po rrëshiste drejt shkatërimit. Mikaeli, luftëtari i drejtësisë; Rafaeli, shëruesi i plagëve të krijimit; Urieli, mbajtësi i flakës së njohurisë hyjnore; dhe Sarieli, dëshmitari i vërtetës, u ulën mbi tokën e tronditur dhe pan gjithçka që kishte dalë jashtë çdo ekuilibri. Ata pan qytetet e shkatëruara nga luftrat e nepilimëve, qytetarët që jetonin në frikën e gjigantëve, dhe njohuritë e ndaluara që kishin korruptuar çdo aspekt të jetës njerëzore. Pa mundur ta ndryshonin atë rrjet,
Ata e kuptuan se një ndërhyrje hyjnore e drejt për drejt ishte e domosdoshme. Mes këtij kaosi dhe shkatërimi të pashmangshëm, një njeri dallohej nga të tjerët. Emri i tij ishte Noe, dhe ai nuk kishte pushtet, nuk ishte luftëtar legjendar dhe nuk kishte madhësinë e nepilimëve që mbushnin historitë e popullit të tij. Ai ishte thjesht një njeri i drejtë, një njeri që qëndronte i patundur në moral dhe integritet. Dhe pikërisht për këtë arsye, u zgjodh të mbante barën më të madhe që mund të përballonte një njeri. Në sytë e engjëjve dhe të Zotit, Noe ishte një shenjë shprese në mes të një bote që po përmbysej nga çdo errësirë dhe dëshirë e pamatur e krijesave të saj. Zoti, duke parë gjendjen e botës dhe zemrën e njeriu të zgjedhur, i dha Noes një paralajmërim të qartë dhe të rëndësishëm. Bota do të përballej me një shkatërim të plotë, një përmbytje që do të mbulonte çdo gjë, duke fshirë çdo krijesë të korrupsionit dhe duke rikthyer ekuilibrin në tokë. Për këtë arsye, Noe duhej të ndërtonte një ark gjigante, një mjet shpëtimi për familjen e tij, dhe për çdo krijesë që kishte mbetur e pastër dhe e paprekur nga kjo erë e errët. Ditë pas dite, vit pas viti, Noe punoi pa pushim. Ai ndërtoi me duart e veta, i përkushtuar ndaj paralajmërimit hyjnor, dhe pa u dorëzuar përballë talljeve të njerëzve përreth tij. Ata e quanin të çmendur, e shikonin si një njeri që humbi kontaktin me realitetin, duke u marrë me dru dhe llaçe për një katastrofë që ata nuk e perceptonin. Por Noe, i qetë dhe i palëkundur, e dinte se çdo rëshitje në zemër të tokës dhe çdo ngritje e ujërave po afrohej me shpejtësi. Dhe vetëm ai mund të përgatiste shpëtimin e atyre që kishin mbetur të paqët dhe të drejtë. Kështu, ndërsa toka që bërtiste vazhdonte të dridhej në peshën e ndërhyrjes së nepilimëve dhe të korrupsionit të tyre, ndërtesa e arkës u ngrit si një shenjë shprese, një vend strehimi dhe një premtim i heshtur që, përkundër të gjitha gabimeve dhe shkeljeve të botës, do të ekzistonte një mundësi për të rifilluar. Në këtë mënyrë, Noe u bë lidhja mes tokës së rënuar dhe një fillimi të ri, një simbol i drejtësisë në një botë që kishte harruar kuptimin e saj. Pas viteve të ndërtimit të arkës dhe të përkushtimit të Noes ndaj paralajmërimit hyjnor, erdhi dita e papërshkrueshme kur qielli filloi të errësohej dhe rret u mblodhën mbi tokë me një peshë të padurueshme. Nuk ishte një shi i zakonshëm që binte mbi tokë. Ishte një shenjë e fuqisë së krijimit dhe një reagim ndaj korrupsionit që kishte mbushur botën me dhunë dhe kaos. Burimet e thellësive të tokës shpërthyen, duke derdhur ujërat që kishin qëndruar të fshehur për shekuj, ndërsa qielli vazhdonte të derte rreshje të pakufishme mbi çdo gjë që kishte mbetur mbi sipërfaqen e tokës. Një kombinim i ujërave nga poshtë dhe nga lart filloi të përmbyste çdo strukturë, çdo qytet dhe çdo krijesë që nuk kishte gjetur strehim në arkën e Noes. Për 40 ditë dhe 40 net, toka u mbulua krejtësisht nga këto ujëra të shkatërimit, duke fshirë gjumët e qytetërimeve të lashta, duke zhdukur qytete dhe kultura që kishin lulëzuar në sundimin e nepilimëve, dhe duke bërë që e gjithë bota e vjetër të bjerë në hares. Kjo nuk ishte thjesht një përmbytje fizike. Ishte një pasqyrim i një gjendje shpirtërore të humbur, një rifreskim i planit hyjnor që kërkonte të rivendoste ekuilibrin dhe të shlyente pasojat e ndërhyrjes së qenieve qiellore në fatin e njerëzimit. Kur ujërat më në fund filluan të tërhiqeshin, kur arka e Noes u ndal mbi majat e malit të Araratit, një botë e re filloi të shfaqej në dritën e parë të diellit që shpërthente përmes rreve të mbetura. Por kujtesa e asaj që kishte ndodhur nuk u zhduk kurrë. Historia e shkatërimit të botës së vjetër mbeti e gjallë në mendjet e njerëzve, në tregimet që u transmetuan brez pas brezi dhe në simbolet që i shërbenin kujtesës së njerëzimit. Në shumë kultura dhe tradita, rrëfimi i një përmbytjeje të madhe vazhdon të ekzistojë, jo thjesht si një tregim për të kaluarën, por edhe si një paralajmërim për të ardhmen. Ajo tregon fuqinë e natyrës dhe të drejtësisë hyjnore, nevojën për moral dhe drejtësi, dhe kujdesin që çdo gjenerat duhet të ketë ndaj botës që i është dhënë. Për Noen dhe ata që ishin brenda arkës, kjo përmbytje shënoi jo vetëm një përfundim, por edhe një fillim të ri, një mundësi për të rindërtuar botën mbi themele më të forta dhe më të pastërta, duke mbajtur kujtesën e së kaluarës si një udhërfyes për të ardhmen. Në këtë mënyrë, bota që mbeti nuk ishte thjesht e mbijetuar. Ajo ishte një botë e ribër, ku shpresa,
Drejtësia dhe kujdesi për jetën do të duhet të udhëhiqni çdo hap të ri, duke kujtuar gjithmonë se ajo që harrohet në histori, shpesh përsëritet në realitet.